Nëse do të vëmë re që ky informacion i depozituar në qendrën e kujtesës vjen si me përtesë, me vështirësi, atëherë duhet të marrim masa që të tregojmë me kujdes e para në drejtimin e qafës dhe e dyta në oksigjenimin e mirë të trurit. Mbaj mend këtë fakt. Nëse ne do të marrim frym me ngadalë, truri merr më pak oksigjen. Nëse ne e mbushim mirë, drejtoj qafën, bëj një masazh të qafës 1-2 minuta, masazhoj mirë skalpin e kokës 1 deri në 2 minuta dhe mbush mushkrin me oksigjen, pak e nga pak, derisa gjithë kafazi krahërori tim të mbushet mirë, të ngjishet, të zmadhohet dhe të mbushen ato anësitë e pjesëve fundore të mushkrive. Dhe këta ajër ta nxjerrim me ngadalë. Do të vëmë re që një sasi e madhe oksigjeni menjëherë më kalon në tru. Pra, bëj një oksigjenim të mirë të trurit e në veçanti të trurit të vogël dhe të korteksit, të cipave të trurit. Mos pirja e ujit për shembull qysh në mëngjes. Detyrimisht do të më çoj pak e nga pak në ngjishjen e qelizave të trurit që janë me miliona, dhe këto do të fillojnë që të afrohen, të ngjishen me njëra tjetrën dhe një pjesë e këtyre neuroneve të shkatërrohet. Pra, një gotë ujë në mëngjes do të na bënte shumë mirë për detoksifikimin e trupit. Pra, jo vetëm që më mbledh këto toksinat e trupit dhe i jashqit, por truri që është një masë ujore gati 80-85% e ka shumë të nevojshëm pirjen e ujit që nga mëngjesi deri në mbrëmje të paktën 1.5 deri në 2 litra. Çfarë duhet të kemi tjetër kujdes? Pra, kush më çon me shpejtësi tek demenca? Edhe pijet alkolike, nëse do të jenë të shpeshta, pirja e duhanit, nëse është e shpesht, më shkakton një trashje të gjakut dhe një vështirësi në qarkullimin e gjakut. Pra, jo se do të bijem në prerjen e atij Alzheimerit vaskular, por truri fillon që pak e nga pak të paksoj sasinë e lëndëve ushqyese dhe të këtyre mikroelementëve, por njëkohësisht edhe të oksigjenit. Dhe gjithë kjo mungesë do të pasqyrohet në atë dobësimin e kujtesës dhe të gjitha proceseve të tjera nervore. Nëse do të tregojmë përsëri të pakujdesshëm, këto paksime, këto rënje të aktivitetit mendor, kjo mjegulltir e tëra në sistemin tonë nervor, do të na çojë deri në fund të jetës tonë si një paaftësi për t'i shërbyer vetvetes. Dëmtimet të sistemit nervor që mund të jenë, për shembull, qoftë dëmtimet nga këto goditje traumatike, siç janë për shembull këto ndeshjet e boksit, mundjet e kështu me radhë, ose gjuajtjet e shpeshta të topit me kokë, mundet që të na çojnë në lëndime, si thuaç, të cipave të trurit, të korteksit, dhe kjo pak e nga pak mundet që të na çojë drejt për së drejti në një demencë nervore. Ka edhe plot shkaqe të tjera, por le të themi, a mundet që njeriu kur e kupton që harron për shembull figura njerëzish, kur harron emra njerëzish, kur harrojnë për shembull një punë të kryer, një program pune që e kemi për sot, një takim ose një diçka tjetër, por ne na ka dalë nga kujtesa, atëherë çfarë mund të bëjmë? Së pari, mund të themi që ta fillojmë ditën me mbarësi, po si praktikisht. Mund të marrim një gotë ujë të ngrohtë dhe hedhim në të ose një lugë çaj me mjalt, ose le të marrim për shembull pak fara liri dhe chia, ti përziejmë, ti lëm 5 minuta dhe të pihet ky ujë me mjalt. Pra, një ujë që më ndihmon që më ushqen trurin dhe së dyti këto probiotikët. Tjetër, bëjmë një masazh të qafës dhe të gjithë skalpit të kokës, afërsisht 1 minutë. Kjo do të më ndihmoj qarkullimin e gjakut dhe do të më bëjë që oksigjeni të vërshoj në drejtim të trurit. Bëjmë një masazh ose një gjimnastik të gishtave të këmbës dhe kjo më ndihmon atë trurin e vogël dhe më përmirëson qarkullimin e gjakut. Pra, nëse masazhojmë ose thjesht mbledh gishtat e këmbëve
dhe sikur t'i relaksoj pak me molzat e gishtit të duarve, kjo më ndihmon shumë mirë tek truri i vogël dhe më përmirëson qarkullimin e gjakut dhe jep atë efektivitetin në veprimtarin e trurit dhe më largon, si të thuash, atë plogështin. Krahas kësaj, vim në të dy anët e pjesës së kokës, bëjmë një masazh duke masazhuar pjesët anësore, para veshit, mbrapa veshit dhe kapim veshin kështu, pra me një masazh 30-40 sekonda, bëjmë një tërheqje kështu, pra sikur e zgjatim, bëjmë të relaksimin këtu rreth 30-40 sekonda. Do të vëmë re që kjo më aktivizon këtë sistemin vestibular, më ndihmon ekuilibrin e trupit dhe njëkohësisht më ndihmon vigjilencën e trupit tim. Kur maksimalizohet efekti? Pra, me këtë pirjen e ujit, me këtë masazhin tek qafa, skalpi, me këtë mbushjen e mushkrive me ajër kështu dhe çlirimin pak e nga pak të saj, me këtë marrjen e mjaltit ose të ndonjë probiotiku tjetër, do të vëmë re që truri jon do të fillojë një farë rigjenerimi dhe riaftësimi. Nëse ne do të kalojmë nga dita në ditë, duke filluar këto ushtrimet dhe njëkohësisht këto produkte që ne kemi sjell këtu në tavolinën tonë, do të vëmë re që kujtesa do të fillojë të pësoj një farë riaktivizimi, një farë rizgjimi. Mos i humbisni këto shanse që gjatë jetës juve të përdorni fruta të ndryshme të thata, siç janë ara, lajthia, bajamja, të pasurat plot e për plot me acide organike dhe me minerale të ushqyeshme për trurin tuaj. Duke i kombinuar këto, qoftë edhe sikur një lugë gjelle në ditë të konsumojmë nga arët, ose nga bajamet, ose nga lajthit, të shoqëruara me pak mjalt, të masazhohet mirë pjesa e qafës dhe skalpit të kokës, të zhvillojmë atë ushtrimin e gishtave të këmbës dhe pse jo edhe të shputës së këmbës me ndonjë pajisje që relakson këmbën, qoftë edhe 1 minutë, mbushja e trurit me oksigjen duke bërë këto frymarrjet, pse jo edhe muzika e dhomës, ose muzika klasike, ose le të themi disa cicërima zojsh, pra zhurma në natyrë, të cilat me të vërtet e rifreskojnë dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut.